qëndron një korporat lindore, që është përgjithsisht aktive nga Turqia në Kazakistan dhe në vendet të tjera edhe në Emirate. Një grupimi dhe me sa duket është pikërisht ajo falje toke që i ka kushtuar vendin e kryebashkiakut Ermal Dredhës, u bë pastaj për zgjedhja e Bruna Mersinit. Kjo ka qenë fotoja kur u bë takimi i parë. Pas kësaj fotoje u fol në fakt që atëre që nuk ishte thjesht një vizitë turistike e Osman, çfarë i thonin këtij aktorit, si e ka ky? Burak Ozçivit, Byrek Ozçiviti. Byreku na mori 88 hektar, praktikisht të gjithë kaninën, gjithë kullotat e lumit të Vlorës, dhe do të bëjnë zonë të lirë ekonomike. Një kamuflim për të thënë që e morën ata tokën shqiptare. Komentet kanë qenë të shumta në rrjet, por me sa duket u pushtuam me lezet në 2026. Vazhdojmë telefonat nga Amerika njërë. Alo, mirëmëngjes. U lezojnë në televizorit lutem edhe më thuaj opinionin. Unë do të flas me këtë. Me atë po flet, po ule zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit. Më thuaj. Zotëri u një studioja? Po pra. Përshëndesim mikun ton nga Amerika, që nuk ka shumë eksperiencë, postojmë në Itali. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Jesim Flavio. Më thuaj. Tani për punën e zgjedhjeve. Po. Sa të shpresosh me ata akoma besojnë që kanë fituar 800.000 vota, edhe pa pikën e turpit dalin aty diskutojnë tash që kemi fituar, na ka votuar populli, na ka bërë ajo dihet që 800.000 vota ata si kanë marrë kurrë, se njerëzit nuk vajtën gjithë në votime sa përqind kanë marrë, sa përqind kanë votuar në Shqipëri. Sa kanë mbledhur ata e din vetë, e kanë konoshencën aposta, kur thotë italiani, e din shumë mirë që ata i kanë mbledhur votat. Po sa marrin po të ketë zgjedhje të lira? Po sa marrin ata, sa rrin 20% valla. Vetëm patronazhistët. 20%. Ai ka mbushur me patronazhist, ajo dihet janë të bëra llogarit, ai nuk la më në kod fushatës i ka futur u dha vendet e punës, u rinde nga pas për çdo gjë, kontrollonin ata, bënin ata çka kërkon tash më nuk i vetëm më njëri pas atij. E kuptoj. Sa që për punë e këtij Erion Braçës. Po mirë, durohet më ai tani dëgjosh budallëqjet e Erion Braçës çdo ditë. Edhe tavlan ballës janë ata e din, ore, i ka mundu zullumi tani, nuk din kur të plasen më, nuk din çfarë të bëjnë. Ai Ursi Manja di atje, pa pikën e turpin në atë komisionin e Po. Reforma. Nuk duhet më tash protesto vëlla, tash duhet kaloj revolucion, të mblidhen njerëzit atje të zhdukin një orën parë. Shiko çfarë po bëjnë, vajtën liruan atë, vajtën e nxorën pafajshme atë Majlinda Bufi në Roskovec. Pa jashtëzakonshme. Tani po kërkojnë na nxjerrin edhe Erion Velin tash, po bëjnë. Thonë që ka manovra që po bëhen. Po ka manovra që po bëjnë, po ata gurin e fundit se e din ata, çka nuk i kanë bërë atij vendi aty tash. Syrit popullit nuk i shtojnë gjë. Ata e ka mundur ka shumë zullumi tash që nuk din çfarë të bëjnë tash, janë bërë si ujë të tërbuar, nuk din ku të plasen. A kuptoj. Dakor, e falenderoj mikun ton nga Italia, e përshëndesim atë. Ndërkohë mirëmëngjes Flavio, urime për këtë emision na keni ndriçuar. Tani kush fiton në zgjedhje PS-ja humbet thellë. Humbet thellë, po me sa, kjo është ajo që duam të dim, sa vota merr për shembull, nëse ka zgjedhje të lira në këtë vendin ton. Tani ka ardhur koha që protestat ta ndryshojnë motivin, u bë një muaj gjithaj uragan protestuesish, ti bë lutje e jepet dorëheqjen, por duhet të caktojnë një afat, nuk e respekton, atëherë bëhet përpara ja vdekje, ja liri. Ndoshta kam nevojë për një moment ndryshimin, le ta dëgjojmë një telefonues tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetim, thuaj. Jurem për mision. Faleminderit. Po para se sa të flas për temën të shqetësimi diçka tjetër. U çudita dje në lajme që një eksponent i jashtëm i shtetit, ku isha shtetit të shtetit, doli dhe bëni deklarat të fortë që Shqipëria
ai ka besuar të gjitha kushtet për Bashkimin Evropian. Kushtet thamë. Nuk e dini ky person. Ai shef popullin shqiptar se si po vepron. Ai lexon raportet e Parlamentit Evropian dhe të Europës e botës. Nuk e dini se si e ka bo. Mos ka morë në klub disheku, se dashti në moshën klufat e dishekut me lek, edhe i voka në avion edhe i ka lukën dete për ti. Kështu flitet në për popull të poshtë. Okay. Kjo është e të mërshme i nderuar gazetar. Për sa i përket temës, nëse do të jenë zgjedhje të lira dhe të ndershme, pa ndërhyrje, as 15 deputet nuk i merr PSM-a. E kuptoj. Kjo është kundërshtimi im. Dakor. Qëndron. Faleminderit për kohën dhënë. E përshëndesim mikun ton, postohemi edhe një në Amerikë. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje Flavio. Më thuaj. Në Amerikë, në New Yorku. Jepi. Ç'është ditë që mu bë zgjedhjet e lira the? Po. Po jam para me kryeminist. Pa zgjedhjet lira pra? Kryeminist, pa të lira, normal, me çel lira mos tjetë të Rama kryeminist. Se tjetë Rama kryeminist përsëri fiton ata i marr prapë të deputet. Kurse me Paramin kryeminist as 8 nuk i marr. 8 deputet. Pa 8. Vetëm patronazhistat, ato komunistat që kanë njëllë në një komunist me zemër, me ideje, me ideale që e kanë qef me vujt, me torturu, me i fund burga, ke parasysh. Okej. Për ndryshe s'fiton ai, nuk bëhet. 8 deputet është shifër interesante shumë. 8 deputet. Po të paktën 12 nga 1 për qark. Mos tjetë ai kryeminist, që tjetë ai kryeminist prapë mos e kanë lekun e pa fare, ata kanë i blejnë. E kuptoj. Dakor, faleminderit. E përshëndesim mikun ton nga New Yorku, postohemi në Belgjik. Jepi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tema është për votat so vota në Roma, Po t'jenë zgjedhjet e lira. Po t'jenë zgjedhjet e lira, unë thamë që veçni ata që punojnë me të, ja japim votën e kërkush tjetër se e mo. Okej. Me bëhe sa 200.000 vota në Shqipin, sa i takojnë me votë me shku mandatës së tipo. Mund t'i nxjerrë në rastin më të mirë 20 deputet. Një është kam përshtypje allon një ata i kohë, se ata i monë në zori, se ata i kanë vota në gjepë, se e din para si me votu, për ta. E kuptoj. Dakor. E falenderoj mikun ton. E përshëndesim mikun ton nga Belgjika, ndërkohë do të ecim me të tjera mesazhe miq të dashur, por do të dëgjojmë pak Mariana Koçekun, e cila e ka tronditur kampin mazhoritar pikërisht me heqjen dorë të saj nga përkatësia në grupin parlamentar socialist. Ka shkuar në Parlamentin Evropian ditën e djeshme dhe nuk ka qenë delikate. Më pak lutem videon numër 5. Albania is not for sale. Shqipëria nuk është në shitje. I'm here at the European Parliament to bring the voice of thousands of Albanians who've been protesting these days, not only to express a simple dissatisfaction with the government and with the leadership, but also for a strong demand for a better democracy, transparency, and the rule of law. Albanian people, and especially the young generation, are demonstrating the great wish and readiness to join the European Union, but they believe that this must happen through a great and a better democracy as well. I'm very happy to have met Mariana Koçeku. She's a young member of the European Parliament, strongly committed to support the civic movement in Albania, a movement which has for more transparency, respect of parliamentary law, fight against corruption. Albanian people is strong European. Albania deserves a future in Europe, but Albania deserves leaders which really comply with the fundamental principles of our union, which are at the heart also of this civic movement. Albania is not for sale. Video çuditshme kjo nga Mariana Koçeku, sidomos po të kemi parasysh që edhe zotëria që ishte me të është pjesë e majtës europiane. Dikush nuk ja ka mëngen Edi Ramës. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flavio. Më thuaj.
Tash nuk e di qa moshe ke qenë në 90 nishin. 4 vjet. Po Partia Socialiste fitoi pas rënjes komunizmit në gjithë botën. Përveç në Kubë dhe në Kinë. Partia Socialiste ose Partia Punës e ka kthyr në sistem pushteti buron nga partia dhe i përket partisë. Okej. E ka kthyr në sistem këtë. Po Edi Rama në qoftë se është kryeministër, në qoftë se vazhdon të jetë kryeministër ku të bëhet zgjedhjet, nuk diskutohet fitoria Partisë Socialiste. Nuk diskutohet. Nuk diskutohet sepse mbaret alternativat që do të ketë populli përpara. Alternativat janë të rëndësishme shumë Flavio. Po pati alternativa, populli ka shpresë. Po s'pati alternativa, populli s'ka shpresë. Ja kuptoj. Alternativat janë shumë të rëndësishme. Partia Socialiste, unë kam ikë në 97 mas revolucionit komunist të armatosur në Shqipëri. Edhe kam po ban 29 vite që kam ikë nga Shqipëria për herë të parë erdha vjet me 11 maj me zgjedhjet e 11 maj. Po. Unë humbi 7 vota familjarisht që janë të tjahta. Sepse janë gjithë në mërgim. Se nuk du ta përdori dhe zdi pse përdori fjala diaspor, kjo greqishte. Mërgjimtar, i them ne, ose mërgjim. Ose mërgata. Mërgata, diçka shqip, a kupton. Gjithsesi, qa pash në 11 maj, them drejtën, nuk e imagjinojsha që Edi Rama do të fitoj me shprejet Qyrik, me shprejet Nozroka, me shprejet ne du ngratër shumet në udheqin, me shprejet vetëm fushat që nuk bani. Vetëm fushat që nuk bani. Du me thamë shprejet pa banale, nuk e imagjinojsha që Edi Rama do të fitoj 85 deputet. Ishte të mërshme. Pra, komunistave, Venju Nigomar në kryet partisë komuniste dhe ato e votojnë ata. Ato nuk tërhiqen në idealet e tyre si kur kush e di edhe sot. Shife si mohet e Rama sot, shifi patronazhistat, shifi bashkëpunëtorët e vetë, ti do të thush janë për interesa. Nuk janë vetëm interesa, është thjesht ideal i tyre i cili është i pavdekshëm. Deri kur t'ike kjo fare keqe, që thëjk ajo, këngëtarja Fatime Sokoli, rajt e tua thellë janë gurë, gjithë Europa nuk mundet me i shkull. I ka rajt e thella në Shqipëri shumë. Komunistat janë vetëm do zoti, edhe jep dorëheqjen. Jo jep, sa i se jep kur dorëheqjen, po do zoti e shkryn populli, hyn me dhunë, sepse s'ka tjetër mënyrë në Shqipëri, përveç se me dhunë, edhe ai nuk është as kandidat. Vetëm atëherë në Shqipëri triumfon demokracia. Edhe populli, po nuk e ngritin një institucion protestën, një institucion kushdo që ti pushtet, nesër mas nesër, po nuk majtë e pëntimet, po rejti, po vodhi popullin, sepse pagush me taksa, të rand balen, me shok, edhe me taksat e tua, a i talet me ty, a i të fynë ty, a i të vjedh po prap taksat e tjera që të prëjnë, edhe popullit rrinë, edhe të presin dorëheqje. Kjo është banaliteti më i madh. Kur një gjë këtë lloj melodia është të mërshme, është lutje dëshpëruese, Rama jepe dorë, është lutje dëshpëruese, lutje e një njeriu që meriton, se s'po marr më kohë. E falenderojmë zotrin. E përshëndesim mikun ton, ndërkohë do të spostojmë në të tjera mesazhe. Syri TV po të ketë zgjedhje të lira PD del Force 5. Okej, na kënaqem mbrëm me plugun, veçanërisht kur e mbyllë dhe i the kumbarit të Spakiu apo gjë tjetër, Spakiu ishte. Rama me zorri merr 10 deputet se edhe ata e urrejnë në Belan që i ka futur. Dakord, mirëmëngjes, Rama me zgjedhje të lira nuk merr asgjë. Ramës ja dha zgjedhjet Spaku, po të bëjnë zgjedhje të lira, vetëm Zeqinen do ketë deputete. Sot u ktheva nga Athina dhe autobuzat kontrollohen nga policia doganor, të cilët nëse gjejnë mall kontraband duhet ta sekuestrojnë nëse nuk ka dokument, por mund të prit aty faturë të ardhurat të kalojnë në shtet. Por ata polici marrin i fusin normale. Vazhdojmë me telefonat nga Gjermania, se kemi varë fare Gjermanisë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe ti të mbar, Flavio. Gjithashtu.
Sa për të më duhet të them që Rama nuk merr as pas 10 deputet. Okej. Por më e keqja është se të tregohet fytyra e vërtetë atij njeriu, siç ka qenë në Francë, ashtu është tash shkruajt edhe mesazhin edhe e lexove. Por mbi të gjitha, po ta marrësh që nga historiku i tij, si politikan që është bo, tregon fytyrën se kush është Ramović, nga e ka prejardhjen fytyra e tij. Edhe e treta, sa për Kosovën, edhe por ta mbyll telefonatën për të lënë rreth të tjerëve, për të folur se kanë gjithë minuta që po ju marrin telefon, edhe nuk do t'ju ashtu shumë t'ju marko, është problemi që Rama e jep dorëheqjen në momentin që protestuesit, sa shumë njerëz flasin aty, edhe tregojnë të vërtetën edhe realitetin, të ngulen këspaku me çadër për të bërë grevurie, që ta marrë vesh siç e ka marrë vesh gjithë Europa, siç po bëjmë ne këtu në Gjermani, se të kam shkruar, të kam shumë video nga Frankfurti, siç po bëjmë ne këtu në Frankfurt, çdo të shtunë ose çdo të diell që kemi me leje të policisë, edhe të shikosh se si duket Rama. Më keq se klika e Enver Hoxhës, sepse kill e atij sistemi është ai. E kuptoj. Faleminderit. E përshëndesim mikun ton, ndërkohë do të postojmë në Mbretërinë e Bashkuar. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Me plapë plas. Yes. Dhe të vonin, ose stikin e një, një mja. Fuqishëm shumë zotëri. A mu është më të regu temen që keni sot, sepse jam nulltina... Me zgjedhje të lira, po të kemi zgjedhje të lira. Rama si del? Po zgjedhje të lira, kur kena po zgjedhje të lira. Po mirë pa, nëse i kemi, po them. Po s'kena kur ma bur, s'ma pas kur. Sa tjetë paloshi aty me belen ardheje. Me ardhe buldozin, fullja paloshit me gjithë building aty dhe esni para. Që nësh nuk thet në, pa kam para 2 ditë në Shqipni jam të thujë para 2 ditë, për një problem të shkurt. Skandal çdo gjë. Nëse turizm zotnia, ka pa turizëm të nënu penset e punit, a blej një sanduiç. Këtë turizëm a kemi. Tash më thujnë ti mu që dhe në turizëm. Okej. Ra u shtet, jeni dysha ma mija. Faleminderit e përshëndesim mikun ton, edhe një telefonat nga Belgjika, nuk e dinë se mund ta mirëpresim sërisht. Mëngjesi po të bëjnë zgjedhje të lira, vetëm Zeqinen, okej, ishte mesazh simpatik ky. Berisha duhet rrasi protestë kombëtare për t'ju përgjigjur. Ku ti përgjigjet se besoj ka bërë mjaftueshëm protesta kombëtare, më thuaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tema është për votat. Po. Kam përshtypje që Rama i merr një 5 mandate ose vetin veto. Edhe vetin e merr me tonë fortit në Shqipërisë. Edhe kisha qef me foli herë pra ata polisë më burë, si shbajt këj popull herë me hi këty në polisëve huzë për zotën, uajnë të i hi popullit për hatët kuj. Se duhet me pas një arsye, do më thonë, për me hi popullit hu. Kam përshtypje, fitej hupi Hollanda, u quna ata gjekë në tonë shtetin e Hollandë se si bani kushë. Se di pse i rovë policia vlezrit e vete, motër e veta e ta njerëzit që janë aty, se normal, dikush i ka gjo ata. Okej. Pa i me kate që i bëhet populli i malë atje në Shqipni për zotën me më mu, ka i shpute përdojnë me ata policë, se duhet ka i herë me i frika disi. Se kanë marrë zemër si te për dhe më thënë, për një fjallë të styne, e rajnë tonë popullin, sa normal, e? Fjallin e ujë shonë, pa i pa ku gjo. Që po më atë ndori që ishe ujë, a veja që pa të ndoraj. Në i gjokë që jo t'jashtë zakonshme. Dakord, e përshëndesim mikun tonë. Normale, që ka normale këtu? Po sa është normale, alla ata polisë, a kanë nërë, a kanë familja. Kanë, Po jo, burë, se ta si me kanë robota, burë, me i urdhen typin hu. Qëndron. Nuk janë robota, ma nuk janë me qipa. A janë me qipa, alla ata? Ajo është idealja. Dakord, e përshëndesim mikun tonë, vazhdojmë me telefonat nga Italia. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Flavio. Më thuaj.
Doja të thoja që Edi Rama, me rrëzimin e tij, maksimumi mund të mori 15 mandate. Do t'jetë vetë klika që nuk do t'a votoj më. Edhe ma do menje që do t'jetë reformume si parti, duke pa gjithë të vite si kanë punu, edhe ato janë koshent që me këte parti që kanë, nuk pretendojnë të fitojnë zgjedhje. Mendimi im. Okej, faleminderit. E përshëndesim mikun ton, ndërkohë leta mbyllim këtë pjesë miq të dashur me një qytetare emigrante, pjesë e Mërgatës, se nuk e di pse më futin mendime fjalë që nuk do ta përdorojmë ndoshta diasporën, por Mërgatën. Dhe mbështes si ide, ma e pak video numër 9, të lutem. I've worked there for 23 fucking years. Where are you now? I was born on this land. Tirana është shtëpia ime. E Tirana, fuck you. Paka shumë këtu ishte mesazh, por çik më ligjor mesazhi mbrëmshëm i plugut. Ma e pa të kalojmë